Një i mitur rreth moshës 16 vjeç është therrur me thik sot rreth orës 12:30 në afërsi të shkollave të mesme në Gjakov. Sipas specialistit të emergjencës, doktor Gjo Komani, i lënduari fillimisht ka marrë trajtim mjekësor në emergjencën e Spitalit të Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov, pasi është goditur me mjet të mprehtë thik. Ka qenë një lëndim në pjesën e pasme të toraksit, një plagë prerëse e cila është përpunuar dhe parashyra të matë profilizuar është transferuar për Prishtinë, Çekruka. Gjendja konsiderohet nën kontroll, gjendja mesatarisht e rëndë, se ka ajër mushni. Ndërkaq, policia e Kosovës në Gjakov, përmes zyrtares për informim publik Vlera Krasniqi, ka njoftuar se sot, me 13 janar 2026, rreth orës 12:30, kanë pranuar informat për një përleshje fizike në rrugën Beqir Kastrati, ku ishin të përfshirë disa persona të mitur. Si pasojë e përleshjes, njëri nga personat e përfshirë ka pësuar lëndime trupore nga një mjet i mprehtë. Viktima fillimisht ka marrë trajtim mjekësor në Gjakov dhe më pas është transferuar në ÇKUK për trajtim të mëtejmë. Sipas policisë, viktima është intervistuar në prani të prindit, ndërsa njëri nga të dyshuarit është duke u intervistuar. Njësitë relevante policore kanë reaguar menjëherë ndaj rastit dhe po vazhdojnë veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të incidentit.